Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, fortlumturia e tij Joani, ka publikuar mesazhin e tij me rastin e kremtimit të pashkëve ortodokse. Në mesazhin e tij, kryepiskopi thekson se fjalët e para të Krishtit të ngjallur drejtuar nxënësve të tij ishin: "Paqe në ju", duke nënvizuar se kjo paqe nuk është e varur nga rrethanat e botës, por është një dhuratë shpirtërore që buron nga pajtimi i njeriut me Perëndin. Le të ndalemi në fjalët e para që tha Krishti i ngjallur kur shfaq para nxënësve të tij. Ai nuk u tha atyre fitore, as lavdi dhe as pushtet, por u tha paqe në ju. Hyri në dhomën ku ata ishin mbyllur nga frika dhe u dhuroi atë që bota nuk mund të jap kurrë, paqen që nuk varet nga kushtet, nga ekuilibrat gjeopolitik, nga marrëveshjet njerëzore, por paqen e Perëndisë që ka përcen çdo mendje. Një paqe e thellë shpirtërore, e cila vjen fillimisht nga pajtimi i njeriut me Zotin dhe pastaj shtrihet me të gjithë njerëzit. Ai thekson se bota sot po përballet me luftra, frikë dhe pasiguri, ndërsa mes këtyre sfidave, mesazhi i Krishtit mbetet i njëjtë, paqe dhe shpresë. Sipas tij, ngjallja e Krishtit është dëshmi se dashuria është më e fortë se vdekja dhe se falja e mund urrëtitjen dhe hakmarrjen. Sot bota është e trazuar. Luftrat e përgjithshme vazhdojnë të shkaktojnë vdekje dhe vuajtje. Frika e së nesërmes mbulon popujt të tërë, pasiguria troket kudo. Në mes të kësaj stuhie, Krishti i ngjallur përsërit paqe në ju. Paqja e Krishtit nuk është mungesa e problemeve, është prania e Perëndisë brenda problemeve. Në mesazh theksohet gjithashtu se një nga sfidat e kohës moderne është mpirja shpirtërore dhe indiferenca e njeriut ndaj besimit dhe vlerave shpirtërore, ndërsa vëmendja e tepërt ndaj pasurisë dhe statusit shpesh sjell zbrazti dhe vetmi. Të dashur vëllezër dhe motra, në këtë botë të trazuar na mjafton vetëm një siguri: Krishti u ngjall dhe jeton. A nëse jeton Krishti, jetojmë edhe ne. A nëse jetojmë në Krishtin, atëherë as vdekja, as ligësia, as varfëria, as përndekja nuk mund të na ndajë nga dashuria dhe nga paqja e tij. Dita e ngjalljes së Zotit tonë Jezu Krisht, shkruan Shëni Jon Gojarti, është themeli i paqes, sepse nga ngjallja e Krishtit vjen paqja e Perëndisë. Ngjallja dhe paqja e Perëndisë nuk është një dogmë abstrakte, por një thirrje personale. Ai bëri thirrje që besimtarët të bëhen paqebërës në një botë të shkatëruar nga urrëtia dhe egoizmi, duke theksuar se paqja e vërtet fillon nga zemra e njeriut. Le të përgjigjemi pra thirrjes paqe në ju, me të gjithë jetën tonë. Le të bëhemi ne vetë paqebërës në një botë që po shkatërrohet nga urrëtia, nga lakmia dhe egoizmi. Por që të bëhemi paqebërës, fillimisht duhet të kemi paqe brenda nesh, dhe vetëm atëherë mund ta përhapin paqen kudo, së bashku me lajmin e gëzuar se Krishti u ngjall dhe dhuroi botës jetën dhe paqen e përjetshme. Krishti u ngjall. Kryepiskopi kujton edhe historinë e kishës ortodokse në Shqipëri, duke përmendur periudhat e persekutimit dhe rindërtimit të saj, si dëshmi e forcës së besimit dhe fuqisë së ngjalljes.